Të mirëmëngjes Shkodër, ashtu siç edhe më herët ju tham në studio, jam së bashku me një grup nxënësish, por edhe me pedagogën doktor Ardita Reçi. Mirë se erdhët në studion, mirëmëngjes Shkodër. Mirëmëngjes, mirë se u gjejtëm. Më vjen shumë mirë që studio Mirëmëngjes Shkodër sot ka gjithë këto ngjyra të peizazhit të ditës, mbase do të shprehesha edhe me një figuracion sepse projekti për të cilin ju keni punuar dhe keni realizuar pikërisht konfiguron ngjyrat e ditës, ngjyrat e jetës, impulset e problemeve sociale të realizuara në videot tuaja. Pra diçka kemi thënë. Edhe përgjatë emisionit ton më herët kemi prezantuar për projektin tuaj Vit Demokraci, të organizuar ditët e fundit dhe të kulmuar pikërisht para 2 ditësh në një finale të bukur ku mbërritën 18 video më të mira. Janë pikërisht këto impulse sociale, ky reagim qytetar, që ishte pikënisje për realizimin e videove. Unë natyrisht do të marrë të gjithë idetë dhe mundësitë e realizimit që ju keni patur konkretisht, por në fillim biseda nuk ka se si të mos jetë me koordinatoren e këtij projekti, doktor Ardita Reçi. Të falenderoj shumë Ardita dhe më vjen mirë që një profesioniste është vënë në krye të një projekti në trajnimin e nxënësve dhe studentëve pjesëmarrës të tij. Faleminderit për vëmendjen që i kushtoni aktiviteteve tona. Uroj që të jenë sa më të shpeshta në mënyrë që edhe takimet po edhe forma e ndërgjegjësimit që këta ofrojnë ndaj qytetarëve të jetë tashmë diçka normale, jo diçka që përbën thjesht ide për të bërë trajnime. Unë mendoj se organizata rinore që ka fokusuar këtë projekt është nisur nga ndjesi thellësisht njerëzore dhe qytetare, sepse të realizosh video të ndryshme, mbase do të kishim komente të ndryshme, por të realizosh video që kanë mbi bazë jetën e përditshme, flukset e saj në ndjesitë e një të riu, është vërtet diçka themelore në jetën e tyre, apo jo? Po, është vërtet organizata Art Contact më kontaktoi, meqense ka edhe një tip kakofonie termash, më kontaktoi për 1-2 muajsh për të koordinuar një projekt i cili menjëherë më dha një nxitje shumë të mirë, meqense përkon edhe me ato ndjesitë e mia të medias dhe të përkitjes së realitetit nëpërmjet mjeteve të komunikimit masiv, siç është televizioni dhe video. Dhe ju ofrova më njëherë paralelisht si studentëve të mi në Universitetin Luish Gorakuqi, po ashtu edhe nxënësve të gjimnazit nëpërmjet drejtoreshës që e përshëndes Albana Hoti Bushati, që janë gjithmonë të gatshëm për bashkëpunime, por që nga ana tjetër isha e sigurt se me punën e tyre do kishin mundësi të ofronin një grup studentësh me brumë dhe me aftësitë kritike për të përqasur siç duhet realitetit. Dhe kështu ndodhi, u realizuan shumë video, të cilat nuk ishin asnjëra e përngjashme me njëra tjetrën dhe gjithë secila fliste me një gjuhë filmike, simbolike, me metafora, që shpesh edhe pas një lloj fjalet në sfond, arrinin shumë mirë të tregonin ndjeshmëritë që këta kanë ndaj realitetit dhe ngacmimet që japin problemet e jetës së përditshme. Megjithatë, është një projekt që nuk ndodhi në një tokë të papunuar, do thosha, qoftë në përgatitjen e këtyre nxënësve dhe studentëve në të gjitha fazat e formimit të tyre, por edhe nëpërmjet fazave që kaloi ky kompeticion, apo jo? Po, në të dyja krahët besoj që terreni, siç thoni ju, ishte paksaj përpunuar. Për studentët tanë dihet sepse kanë marrë njohuri teorike mbi format e reagimit edhe të ndërtimit të opinionit, mini opinionit publik, siç do ta quante Habermase nëse do flasim me terma teorik. Ndërsa për nxënësit e gjimnazit, mbasi unë ofrova këtë si mundësi me drejtoreshën, tha se është një ide që përkon me një aktivitet që këta tashmë e kishin ndërmarrë dhe po realizonin një film.
Nuk di pastaj t'ju them se si ka shku aktiviteti i tyre i filmit, po di them që ideja e filmit i ka mbajtur të angazhuar edhe me projektin ton Videmokracia. Duke qëndruar tek projekti, sepse ne këtu nëpërmjet bisedës suaj po marrim mjaft informacione, gjëra që kanë të bëjnë edhe me lajme mbase, sepse të ndërmarrësh një film sa do modest që të jenë natyrisht ato pritshmëritë e nxënësve të shkollës së mesme është diçka e bukur, apo jo? E bukur dhe shumë e madhe për moshën dhe supet e tyre të brishta, do thonë. Por gjithsesi ata e kaluan hapin e parë, siç janë këto video të realizuara nëpërmjet këtij projekti. Si keni ndjer ju profesorish Ardita ardhjen e këtyre të rinjve, mendimet që ata kanë dhënë, komunikimin që ju keni patur me ta dhe fazat e ngritjes së tyre profesionale derisa mbërritën në realizimin e videove? Në fakt, personalisht nuk jam përfshirë në procesin e trajnimit, pasi thjesht kam koordinu punët, por i kam ndjek në YouTube aty ku videot janë hedhë për pëlqim, pasi edhe forma e konkurimit dhe përzgjedhja e videove më të mira është bërë nëpërmjet rrjeteve sociale këtë herë, në mënyrë që të përshtatoj tamam idesë së demokracisë, pra me votat e publikut dhe pa një anshmërinë që mund të tregoj nganjëherë edhe pa dashje një juri e caktuar. Kam parë që janë nxënës që së pari duhet të kenë lexu. Ajo që ne na tërheq më tepër është ideja që kanë jeshmëri prandaj problemeve sociale. Prandaj them që duhet të kenë lexu sepse edhe letërsia është ajo që i mbarës me ato format simbolike dhe metaforike të përqasjes ndaj realitetit, që këta i kanë përthyer pastaj më së miri me pamje, të cilat i kanë realizuar më sa dion me telefonat e tyre celular dhe me përdorimin e programeve ku janë mjeshtër, dihet që brezi i digitalizimit është mjeshtër në realizim patjetër. Më ka pëlqyer përqasja që kanë pas ata, duke e thasha më përpara, mos qenë përsëritës, duke mos rënë përdorim të materialeve që ka përgatitur dikush tjetër përpara, duke pas ide shumë origjinale, duke mos u përfshirë në termat politik që ne çdo ditë na ofron media, dhe nga ana tjetër duke mos përfshirë as subjektivitetin e tyre, çfarë ishte edhe më e bukur. Kjo është shumë e bukur, por unë mendoj duke ju dëgjuar më vjen shumë bukur që keni kapur një kënd mjaft interesant të jetës së të rinjve. Ju shumë bukur e thatë që janë mjeshtra në përdorimin e teknologjisë, por që kjo anë të mos rëndoj shumë, ata kanë bashkuar pikrisht atë përgatitje që kanë nga librat, nga leximi dhe ato ndjesi personale të jetës që vinë dhe fokusohen pikrisht tek interesat e tyre. E keni patur vështirë të përzgjidhni videot më të bukura, më të realizuara? Ju thash, forma e përzgjedhjes këtë herë ka qenë me votime. E kuptoj, por që ti përhiqni. Personalisht unë kam vënë mendimin për 2-3 video, po jo më tepër, të cilat kanë përkuar me videot fituese. Pas keni qenë në unison me vota. Ndoshta sepse kishin një mendim shumë të prejtë dhe që fliste vetë pa fjalë. Ishte gjuha filmike dhe videos që është si puna e asaj që ne themi në gazetari që një foto e mirë flet sa 1000 fjalë dhe nuk ka nevojë për komente të tjera, por kështu edhe videot që janë përzgjedh. Mendoj se publiku nuk gabon. Faktikisht, cilat ishin kushtet për të marrë pjesë në këtë kompeticion? Studentët dhe nxënësit janë aktivizuar me vullnet. Mbas trajnimit, gjithë secili ka vlerësuar vetveten se sa mundësi dhe aftësi ka për të përfshirë tek ky projekti. Pastaj janë realizuar videot dhe janë përzgjedhur nga një juri në Tiranë me profesionistë të artit edhe të realizimit të videove. Duhet të them se punën kryesore kanë bërë drejtuesi i Art Contact Andi Tepelena
trajneri Ervin Goci që ka trajtu pjesën teorike me nxënësit e shkollës mesme jo, sepse ishte pak për nivele më të larta, ishte për studimet master dhe bachelor dhe shpjegonte konceptet teorike të hapësirës publike, të mundësive të realizimit të opinionit publik, diçka që është superiore për njohuritë gjimnazistëve. Atëherë duhet thënë që gjimnazistët me intuitën e tyre kanë marrë teknikat nga Eros Dibra, që ishte lektor apo jo. Dhe kanë mësuar nëpërmjet tij mënyrën se si realizohet një video, kanë mësuar për programet, për format e montazhit, për lidhjet ndërmjet zërit dhe figurës, gjëra që këta i kapën shumë më shpejt të famë që janë brezi që... Dhe duke qenë të sintetizuara si video, kishin 1 minutazh të caktuar? Po, ishin video të shkurtra me deri 1 minutazh. Dhe kjo është edhe më e bukur, sepse në një kohë shumë të shkurtër jep mendime të mëdha dhe flet shumë, apo jo? Shumë. Si shikoni përsërish këtë pjesëmarrje duke tani që aktiviteti ka përfunduar? Si e vlerësoni atë? Unë kam vlerësuar brezin që po vjen në universitete, faktikisht nisur nga gjimnazistët, pasi për studentët nuk do doja të flisja shumë se duket pak si subjektive. Kam vlerësuar që po vjen një brez i cili kanë aftësinë për t'i thënë gjërat, pasi më parë kanë kuptuar ata, dhe me qenë se projekti është Vi Demokraci, janë video që flasin për aftësitë demokraci bërëse ose pjesëmarrëse në demokraci, flasin edhe për nxënës që tashma kanë kurajon për qytetar pjesëmarrës në ndërtimin e një shteti ligjor dhe demokratik. Dhe besoj që këta janë një ardhmë e sigurt për ne. Shumë bukur e prezantuat. Unë do t'ju uroja këtyre të rinjve, meqense se janë rrugët e drejtimit të dijeve të tyre tashmë, të konsolidimit dhe të marrjes së një drejtimi apo një tjetri në jetë, duke patur këtë akumulim kulturor dhe ndjesi qytetare, janë një gur i mirë themeli për rrugën e tyre. Ju keni shprehur atë ide ose organizuesit, duke u përfshirë dhe ju, që do të ketë edhe një vjushmëri të këtij aktiviteti? Në fakt, ata mbeten shumë të kënaqur nga prurjet që kishte në qytetin e Shkodrës. Një aktivitet i tillë është bërë edhe në Elbasan dhe 1-2 qytete të tjera që nuk i di me siguri, por në Elbasanin jam e sigurt që është realizuar. Në Tiranë jo, sepse mendohet që atje aktivizimi qytetar është paksa më i dukshëm. Kanë mbetur shumë të kënaqur dhe të habitur nga aftësia krijuese e studentëve dhe nxënësve të Shkodrës. Dhe aty për aty u lindi ideja që ta vazhdojë një projekt të ngjashëm. Besoj që do të ketë prurje edhe më të mira, do shohim tash se si do të shkruhet projekti dhe cili do të jetë objekti i tij. Të mos jesh indiferent, do të thënë të duash. Të duash do të thënë të marrësh pjesë. Dhe kjo është diçka shumë e bukur për këto nxënës, për këto student. Unë do dëshiroja që t'u aleja fjalën pikrisht atyre, sepse janë aktorët e sotëm, por le të shpresojmë dhe të nesërm të realizimeve. Po, Vivian, mund të afrohesh të gjitha me karrigët e tyre, sepse studioja radiofonike këtë na mundëson, mund të prezantoheni edhe me emër, sepse këtu në studion e radios kanë ardhur vetëm nga 6 pjesëmarrësit dhe janë nxënës të shkollës së mesme të përgjithshme 28 nëntori. Po, mund të prezantohesh, është Arditi, a? Po, Ardit Dedaj, unë qëmë Ardit Dedaj. Po? Jam fituesi i kësaj videos të Vi Demokracisë. Urime Ardit. Faleminderit. Si ndjehesh? Shumë mirë. Është një punë që ka filluar me një nxitje tënde personale? Jo, drejtuesi Andi Tepelena, Eros Dibra, dhe si që përmendi profesoresh Ardita Reçi, erdhen tek gjimnazi jon dhe na folën për këtë projektin. Edhe unë e pata me dëshirë edhe e bëra. Cila ishte ideja jote? Ideja ime në fillim ishte që të bëja një video
që të një video që të godisja për shembull kryebashkia ose qeverin, burokratët po i quajnë. po burokratët, për shkak se në Shkodër nuk ka shumë hapësira publike, edhe mora si shembull lulen që ta përfaqësonte atë, një lule që vyshke ndërkohë që një pallat ndërtohej. Ke luajtur me dy elemente, njëri në ikje, tjetri në ngritje, gjë që vërtet ndikon. Tani si e realizove teknikisht këtë? Realizova me videon tënde të celularit, pastaj e kam videot, klipet e shkurtra i kam gjetur në YouTube, i kam shkarkuar dhe më pas i kam modifikuar në kompjuter. Bukur, kjo gjë të ka dhënë shumë kënaqësi për të vazhduar gjëra, ide të tjera për shembull. Po, do ishte bukur nëse do vazhdonim. Në çfarë viti je ti? Jam në vit parë, tek gjimnazi 28 nëntor. Në vit parë. Bukur, një ndjesi që të falë edhe ndjenjën e optimizmit për vazhdimsinë e shumë ideve të reja që ju paraqisni. Viviani, cila është historia jote? Unë jam Vivian Mustafa, kam bërë një video që flet mbi dhunën ndaj grave. Në fillim kam treguar një vajzë e cila është e pastër, me një fustan të bardhë dhe pastaj shohim një ambient të errët. Dhe tregojmë plagët që ka ajo në duart e saj dhe me pas një letër që ka në gojën e saj dhe në mënyrën që të tregojmë se ato nuk mund të flasin. Pra format e dhunës që ushtrohen në personalitetin e kësaj vajze. Ti e gjen këtë fenomen të përhapur, si e shikon ti? Arditi mund të kombinohet me shoqen ose shokun që ka aty? Po? Ndoshta në qytetet e zhvilluara nuk është më e përhapur kjo, por është e fshehtë për shembull në fshatet ose në vendet në periferi që mund të jetë e përhapur. Unë mendoj se format e dhunës janë të ndryshme, po gjithsesi ajo fatkeqësisht jeton shumë në shoqërinë shqiptare. Prandaj më vjen mirë shumë që e ke kapur këtë temë. Si e realizove, Vivian? Unë e realizova me celularin tim. I kam bërë videot Vetë? Po. Kush ishte ajo vajza, ajo personazhi? Me fustan të bardhë. Në fakt ajo ka qenë motra ime. Motra jote, po. Natyrisht është një aktore në këtë rol, në këtë video. Dhe pasi është vlerësuar, si e ndjeve? E lumtur, pasi e shfaqa atë që ndodh në një video fort shkurtër. Si mendon, çfarë të ka dhënë pjesëmarrja në një aktivitet të tillë dhe ajo përballje që ke patur me të tjerët që ta kanë vlerësuar? Kjo është një arritje për mua. Do ta vazhdosh përsëri ndjesinë tënde për ta shprehur në këtë formë apo? Sigurisht, nëse më jepet mundësia, po, sigurisht. Pak më herët profesoresha Ardita më informoi edhe për një film që ju po realizoni në shkollën tuaj. Çfarë mund të thuash krejt shkurtimisht për të, pa hequr ekskluzivitetin e një tjetër informacioni? Në fakt unë nuk jam e përfshirë në këtë film. Po gjithsesi dim diçka? Është dhe matura që po e realizon këtë film. Gjithsesi ti ke bërë filmin tënd, i cili zgjati sa sekonda? Pak a shumë 58 sekonda. 58 sekonda. Dhe është mjeshtrie në mënyrë koncize të pasqyrosh një problem edhe të kesh ndjeshmëri ndaj ti. Ndërkohë djali që vjen këtu pranë mikrofonit, të lutem afroju pak sepse studio këtë na mundson. Po? Atëherë emri është Fliri Laçi dhe videoja që unë kam paraqitur, që unë kam krijuar, ka si tematik qenë të rrugës, qenë të Shkodrës,
kam dashur që të piketoj më shumë se si njerëzit sillen në qendër rrugës. Dhe shtytja ime për ta krijuar këtë video ka qenë se në vitin 2012 un kam adoptuar dhe jo nuk kam bler. Dua ta theksoj këtë sepse është ndryshe të adoptosh një kafshë dhe ta blesh një kafshë. Në vitin 2012 un kam adoptuar një qenushe që për fat keq ka kaluar në botën tjetër në vitin e kaluar në 26 qershor. E pas ke dashur shumë. Dhe ajo krijesë më ka ndryshuar jetën, ka lënë shumë, më ka ndryshuar si njeri dhe ka lënë bresa tek unë. Prandaj menjëherë sa profesori Andite Pelena dhe Roslibra u futën atë sa na folën disa minuta për projektin, mua menjëherë më erdhi ky mendim pasi jam shumë sensitiv ndaj qenëve të rrugës, sidomos pasi kam përjetuar nga afër se sa krijesa të pastra, sa krijesa të mira janë. Cili ishte mesazhi yt në këtë video? Atëherë në video kam paraqitur se si ne i shohim qenushat, se sa të dobët pa fuqishëm janë ata çdo ditë, dhe më pas kam krijuar dy opsione. Në fillim kam paraqitur se si ata mund të na shohin, mund të na shohin si përbindshë kur ne i keq trajtojmë ata. Dhe më pas kam paraqitur se ata mund të na shohin akoma si njerëz, nëse ne arrim të bashkëjetojmë me ta, pasi kjo hapësirë që na ka falur Zoti, kjo botë, nuk është vetëm e jona, por është edhe e tyre. Si e realizove ti këta? Atëherë skenat e para që kam paraqitur në videon time i kam filmuar vetë, kam bërë 2 ditë nga orat e mëngjesit, nga rreth orës 6. Kam shkuar deri në Shorog dhe gjatë kësaj rrugës ke mjaft qenush që janë në një state shumë të këqija dhe i kam filmuar. Këto filmime i kam bashkuar dhe përsa i përket pjesëve të tjera i kam marrë nga YouTube-i. E ki patur kjo është ajo ndjesia ime tashti. E ki patur diku në qoshat qenushen tënde të dashur? Po, kuptohet. Në një moment kam menduar sikur ta kisha këtu në këtë moment, domethënë atëherë kur kam xhiruar, do thoja mund ta kisha bërë gjithë videon për të, mund ta kisha pasur si aktore, por gjithsesi këto ndjesi tepër njerëzore e bën të prekshëm këtë aktivitet për të parë ato anë të ndryshme që formojnë personalitetin, që e bëjnë një të ri apo një tjetër të ndjeshëm ndaj një fenomeni apo një tjetri. Mirë, unë të falenderoj dhe uroj që ndjesi të tilla shumë njerëzore të zënë vend shumë në botën tënde, edhe në rrugën tënde të zhvillimit. Në çfarë klase je? Unë jam në vit parë në gjimnazin 28. Gjë shumë premtuese kjo, do thosha. Shumë premtuese. Atëherë le të i lëm vendin në një tjetër pjesëmarrësi në Vit Demokraci. Është një djalë i gjatë që vjen këtu pranë mikrofonit. E ke emrin? Jam Eugen Grami, jam maturant në shkollën 28 nëntor. Kemi të vetmin maturant këtu? Të gjithë pak a shumë në vitin e parë, apo jo? Mirë, çfarë do të më thuash për idenë tënde? Sepse nëpërmjet këtij mozaiku idesh, natyrisht gjejmë shumë gjëra të përbashkëta. Atëherë, ideja ime lidhet drejt për drejt me problematikën në Parlamentin shqiptar. Jam munduar që të realizoj një paralelizëm figurativ përmjet një zhurmë të madhe që bëhet aty dhe me disa bileti jo punëtore, të cilat vetëm pickojnë deshaurin. Po sa bukur. Ndoshta një ndjesi e shprehur me një gjumë sarkastike, nuk e di si ta shpreh, por që gjithsesi ngulmon tek një realitet shqiptar i sotëm. Ti këto video i more rëndom në ekranet tona, në gjejmë, po është mjeshtri ti kombinosh dhe të pasqyrosh idenë tënde? Po, atëherë këtë video realizohet nëpërmjet telefonit tim, pasi downloadova disa programe, duke përzierë disa video reale, përzierje artistike, dhe doli diçka e bukur në fund. Me qenë se je nxënës maturant, ka të bëj me ndjesitë tuaja për rrugët e zgjedhjes që ti ke, me ato ndjesi që nuk shputen absolutisht për asnjë çast nga një realitet i prekshëm. Si e shikon të ardhmen tënde?
Në fakt është e vështirë që të krijosh një ide të mirëqenie mbi të ardhmen, duke pasur parasysh problematikat e shumta, por është e shpresë rinore gjithmonë që bën që të ecësh para dhe të luftosh problematikat. Pak a shumë me qenë se jemi edhe në fund të vitit shkollor, ke përcaktuar diçka? Po, besoj se fillimisht do filloj studimet jashtë shtetit dhe nuk e di, pastaj normalisht të ardhmen mundohem ta lidhej gjithmonë në vendin tim. Shumë bukur. Mos edhe filmin që ju po realizoni si maturant ka këtë apo diçka tjetër? Jo, në fakt, është një problematikë e cila lidhet me përdorimin e teknologjisë tek fëmijët, tek adoleshentët dhe mënyra se si ndikon ai. E munduar të paraqesim diçka të shkurtër, një film të shkurtër në pak minuta, por gjithsesi jep një mesazh të mos tej kalimit përdorimit celularit dhe mjeteve tjera teknologjisë. Një ndër problemet e sotme, sa bukur e keni kapur, luan në një rol në këtë film? Po, në fakt jam pjesë aktorëve të filmit. Dhe kur do ta mua më keni dhënë një temë shumë të bukur për mirëmëngjeset e ardhshme të Shkodrës. Nuk do ta zbuloj më shumë, por do të kontaktoj patjetër me ju. Ndërkohë që kjo vajzë këtu vjen me një ide tjetër të projektit të saj. Quhem Ndrola Kraja dhe në fakt ideja ime ka ndryshuar në për etapa të ndryshme. Ideja ime ishte për burokracinë ose për formalitetin e madh që bëhet në shoqërinë tonë, ku duhet të kalosh shumë hallka të institucioneve për të marrë diçka që mund të jetë fare lehtë për të marrë. Në fakt më erdhi kjo ide pasi jemi të gjithë viktima dhe vetë jam viktime kësaj burokracie dhe mendova që pse mos ta preki dhe pse mos ta tregoj një shqetësim që kam të përditshëm. Si e realizove diçka të tillë? Në fakt kam marrë shumë pjesë të cilat ishin filmuar më përpara, kam vendosur në kontekstin e burokracisë, për shembull, një person që po punon me letra dhe ora shkon mrapsht në vend që të ecë para. Edhe ose një orë që shkon shumë shpejt, ndërkohë që nuk bëhet as edhe një punë. Kjo besoj që ka kapur, kjo simbolike ka kapur edhe thelbin e asaj çfarë kam dashur të shpreh. Ti ke luajtur me dy detaje shumë të bukura, me kohën dhe punën. Po. Kjo ide ishte personale e jotja, apo ishte edhe një konsultim me të tjerët? Ishte personale imja, në fakt kur e shpreha mendova që është edhe realizueshme edhe shumë lehtë, kështu që pse jo edhe ta shfaqej në sipas idesë time. Si e realizove teknikisht? Teknikisht të gjitha me celular, pasi nuk kam nxjerruar gati as edhe një skenë, vetëm një skenë në fund që është edhe një letër në formë ironie, e cila kërkon falje për burokracinë që është bërë ndaj shoqërisë, edhe ajo letër duhet të firmoset, por edhe ajo është një mjet burokracie. Sa bukur, edhe ironike, njëkohësisht, por gjithsesi shumë domethënëse. Mirë, ti në çfarë viti? Jam në vit parë në gjimnazin Institut Mentori. Dhe këtë ndjesi e ke patur personale? Po, personale, pasi edhe vllai im është dashur, duhet të ndihmoja pasi është dashur edhe ai që të kaloj nëpër këto institucione, të cilat kanë qenë të tmerrshme. Dhe pas një fjalë? Pas edhe një fjalë, po. Vetëm me fakte, me video, ashtu siç ta profesoresh Ardita, keni kombinuar ato ide që ju keni patur, duke mos vënë zë, por vetëm fakte, diçka që flet pa koment. Ju falenderoj shumë pa mas për këto impulse, ndërkohë që është një vajzë tjetër që do të shprehi projektin e saj. Atëherë, unë quhem Kledia Hystenaj, edhe kam bërë një video për problematikën e rrugëve në Shkodër, për sinjalistiken, tabelat dhe në lidhje me rrugën. Si e realizove Kledia? Sepse vërtet është një temë shumë e prekshme. Secili qytetar, unë, ti, të gjithë ndeshemi me problemet e qarkullimit në rrugë, të kulturës, por edhe të zbatimit të ligjeve. Ti si realizove këtë video? Atëherë ideja më ka ardhur spontanisht, është diçka që ne shohim në përditshmëri, është diçka që hasim. Rrugës edhe për në shkollë mund shikoj shumë probleme, mungesën e sinjalistikës, edhe më ka bërë përshtypje, edhe ideja parë ishte pse jo mos ta shprehi këtë gjë, që unë kam problem. Unë edhe çdo kush këtu.
Dhe video ti realizove vet apo? Po, filmimet më erdhën spontanisht në fakt, në rrugë, ishte vetëm të nxjerrja celularin dhe të filmoja. Është diçka që është në përditshmëri, nuk mund të nuk është nevoja që të pres momentin. E thatë shumë bukur. Të gjithë këto tematika që ju keni përmbledhur në video tuaja, prandaj mbemoj se janë vlerësuar, sepse janë vërtet probleme, kanë një ndjeshmëri të madhe qytetare, janë tematika të diskutueshme shumë me të cilat ne përballemi dhe madje nëse këto video do të shfaqeshin aty ku merren vendime, aty ku hartohen ligje rregullore, do të merrnin kuptim konkret dhe natyrisht përgjegjësit patjetër që duhet të përgjigjeshin. Shumë bukur studios Mirëmëngjes Shkodër i keni dhënë impulse jete në këtë momenti që ju ishit. Do t'i drejtohem edhe një herë profesoresh Arditës, e cila në rolin e një mentore do të thosha, por edhe të një intelektuale në qytetin ton, përballet jo vetëm si pedagoge, por edhe si një qytetare me këto ndjesi, me këto video, me këto probleme që nxënësit të rinjt, duke i shtuar edhe të gjitha ato video të tjera, të pjesëmarrësve të tjerë, natyrisht ne kaq mundëm të merrnim, por unë besoj se kemi marrë shumë. Apo jo? Është vërtet. Ju ndjeheni vërtet mirë që keni komunikuar me këto të rinj, me këto pjesëmarrës të këtij konkursi. Patjetër, ndjehesh mirë, e frymëzuar, optimiste për të ardhmen, ndjehesh e vlerësuar për punën që ke bërë, sepse janë një fryt shumë i mirë që flet veta dhe s'ka nevojë, ashtu siç video që kanë realizuar dhe puna e tyre flet vetë për formimin që kanë realizuar mësuesit e tyre, por në këtë rast edhe trajnerët që i kanë orientuar për të bërë punime të mira dhe cilësore. Profesoresh Ardita, të dashur miqtë e mi të këtij programi, edhe në emër të dëgjuesve, të gjithë atyre që na kanë ndjekur, apo mund të na ndjekin më vonë, dua t'ju falenderoj, jo vetëm për këto realizime artistike, të cilat mund të bëjnë thjesht një detaj në jetën tuaj të gjatë shkollore, por dua t'ju falenderoj për këtë seriozitet, për këtë ndjesi që ju keni marrë nga jeta e përditshme, për këtë angazhim që ju keni, dhe është shumë e bukur të angazhohesh, por t'u angazhuar natyrisht ka disa premisa, dhe premisat tuaja janë shumë pozitive. Do t'ju uroj që të keni mbarsinë e curin tuaj. Do t'ju uroj profesoresh Ardita që të keni vijshmëri në të gjitha projektet që ju ndërmerrni me të tillë nxënës, por edhe të tjerë student dhe nxënës në punën tuaj të përditshme, për të dhënë ato impulse njerëzore, intelektuale, por edhe profesionistësh që na vlen shumë në ditët tona, në curinë e jetës sonë, në ditët tona të thjeshta, të bukura, por dhe shumë të ndjeshme. Faleminderit. Falenderojmë për ftesën.